Platforma World Atlas ka publikuar listën e 10 vendeve më të varfra në Evropë, bazuar në të dhënat e International Monetary Fund për vitin 2025. Sipas këtij raporti, Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Evropë, menjëherë pas Moldavisë, ndërsa Ukraina është renditur e treta, si pasojë e rënjes ekonomike pas luftës me Rusinë. Në këtë listë, Shqipëria renditet në vendin e 5. Njohësi i çështjeve ekonomike Jakub Bellaça, në një lidhje virtuale për Mediumin ton, e ka vlerësuar këtë raport si mjaft shqetësues për gjendjen ekonomike në vend. Faktor kryesor që ndikon nivelin e varfërisë ka qenë faktori energjetik, domethënë jo stabiliteti energjetik, rritja e çmimit të energjisë elektrike që ka vështirësuar zinxhirin furnizës, gjitha produktet jo elastike të cilat kanë ndikuar, gjithashtu edhe ambienti politik thjesht zgjedhje pas zgjedhje duke shkuar që ka përkecuar i që ka investitorët e jashtëm që nuk e ka bo vendin jashtë ambientit, e ka përkecuar ambientit bërit biznesën që i paksuar investimet e jashtëm, dhe me thënë që në aspektin ekonomik, gjithashtu edhe derivatet në kohët e fundit të lindje e lufte apo konfliktin lindjen e mesme mes Iranit të SBA dhe Izraelit kanë ndikuar, të cilët sipas ngushticës së Hormuzit 20% tregu botëror, dhe me thënë që e furnizojnë me import dhe eksport. Bellaça tha se renditja e Kosovës në mesin e vendeve më të varfra në Evropë tregon mungesën e zhvillimit ekonomik dhe nivelin e ulët të investimeve, duke shtuar se institucionet duhet të ndërmarrin masa konkrete për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Vetë fakti që në vitin e kaluar mbi 7 miliardë euro janë importuar dhe 923 milionë euro janë eksportuar, është një disbalans shumë i madh, edhe thjesht 80% çdo gjë importohet. Kjo nuk siguron një mirëqenie ekonomike dhe nuk krijon stabilitet dhe trend ekonomik zhvillimor sigurt dhe as afat mesme afat gjatë, ndër duhet të përmirësohen domethënë politikat makroekonomike si politikat monetare, politikat fiskale, politikat tatimore dhe politikat doganore, të vëshë do duhet ulet pragë nga 18%, sidomos për produkte elementare bazike, kam qenë rrethor diku 5% do duhet ulet pragu i normës, gjithashtu do duhet edhe akciza të largohet ose zvogëlohet norma akcizës, sepse akciza aplikohet zakonisht për mallat e luksit. Kjo është aplikuar vetëm prej pas luftës ende nuk është heke. Sipas publikimit të World Atlas, lista e vitit 2025 reflekton ndryshime të mëdha ekonomike në Evropë, sidomos pas ndikimit të luftës në Ukrainë dhe sfidave ekonomike me të cilat po përballen vendet e Ballkanit.